unë kam rreth qysh nga viti 2000, 26 vjet që e kultivojnë kulturën e tarës, me një sipërfaqe konsiderueshme prej 2 hektar tokë. Tregu më i pëlqyer është kryesisht tregu vendas, por edhe nuk e përshtatet për eksportin domthonë. Kosova e ka kërkuar shumë dhe e trajtojmë shumë Kosovë. Këtë kulturë është një nga darrat më të pëlqyera në gjithë Europën kjo. Quhet Santa Maria, domthonë me një prodhim jashtëzakonisht të madh, edhe shumë cilësore. Kërkohet shumë domthonë edhe në Europë, kërkohet edhe Gjermania ka marrë këtu për eksport. Ka marrë, edhe tregu jonë merr për ditë, i brendshëm. Është e vërtet për sa i përket mbjelljes sistemit vaditjes, kam përfituar qysh atëherë kur i ka mbjell. I ka marrë, solucionimin e ka marrë të zhvete, por tani unë nuk ka bërë aplikime. Kush ka nevojë që të punojnë, le të drejtohet punës, pa punë nuk vjen asgjë. Puna është ajo, sakrifica, me djers mund të arritësh çdo gjë. Pa punë nuk ka. A keni mungesë të krahut punës? Po, ka, është e vërtet. Kemi problemin numër 1. Do më thënë krahun e punës. Është e vështirë për gjetur krah pune se ka mungesë. Realisht ka mungesë. Përveç mungesës së krahut punës, si shikoni prodhimin tuaj bio? A ka pesticide në Shqipëri që realisht prodhimi juaj të jetë bio për tregun evropian, pasi shpesh prodhimet shqiptare pengohen në treget evropiane për arsye të pesticideve? Të falenderoj shumë, më bëre një pyetje që me leçon shumë. Ne vuajmë shumë për sa i përket pesticideve në Shqipëri. Nuk kemi pesticide. Nuk kemi as specialista për të marrë informacionin e duhur. Jemi bërë vetë specialista, jemi bërë vetë mjek, për të shkuar drejt saj. Unë darrat ime e kanë matur. E kanë matur në laborator dhe ka pasur 50% të normës lejuar. Më pak sa norma lejuar pesticide dhe këto. Por unë kryesisht plerat, pesticidet kam luftuar t'i marrë jashtë. Edhe do të luftoj prapë që t'i marrë jashtë shtetit, se ne këtu nuk kemi pesticide për të bërë një prodhim cilësor, të saktë, të pastër dhe shumë frutdens. Nuk e kemi. Të them drejtit, e ka shkurtur dorë shumë shteti. Unë jam pro shteti gjithmonë, por dora atyre e shkurtuar. E shkurtuar dhe nuk na ka shtysa. Pse nuk ka? Kjo dardh është dardh që qëndron në frigorifer. Sot në aktualisht nuk kemi asnjë frigorifer ta kontrollojë të dardh, vetëm tregun e brendshëm. Është gjuna ta hash sot të dardhët, pse të mos e kush mos 10 orë, në janar, në shkurt, në mars të dardh. Kjo është dardh që të tjerët e marrin, e fusin në frigorifera dhe e trajtojnë më vonë. Ne shesim sot në treg se s'kemi magazina, s'kemi frigorifere, kjo është dorë e shtetit. Ja, kjo është ajo që unë nuk e ndjej dorën e shtetit. Shpeshherë fermerët e zonës Myzeqes janë njerëz më punëtor dhe gjithmonë kanë probleme në pikat grumulluese. A keni pasur një variant të tillë? Me pikat grumulluese unë nuk kam pas variante të tilla që më kanë penguar. Ato pikat që kanë marrë tek unë e ka çuar për eksport kryesisht në Kosovë, edhe në Gjermani, por më shumë në tregun e bashkë. Nuk kam probleme në marrëdhënie me lekun, në marrëdhënie me faturat, marrëdhënie me këto të tjera nuk kam.